Hello, vajza edhe çuni. Si jeni? Sot jemi në Devoli Corporation, te njësia e Prince Cafes, sepse çdo histori suksesi nis me një finxhan kafe. A ju për kafe? Unë s'des për kafe, se të mos e ke parasysh të mbaj finxhanin kafes. Ne do flasim pak më tepër për Prince Cafe. Një eksperiencë tepër e bukur për mua, duke qenë se jam fansi numër 1 i kafes. Pi nga mëngjesi deri në orën 10 të darkës unë jam duke pirë kafe. Prince Cafe është themeluar në vitin 2003, që është një histori suksesi për të paktën 22 vite. Prince Cafe ka ndërtuar një emër që qëndron për inovacionin edhe për cilësinë. Kokrat të cilat janë zgjedhur për Prince Cafe janë nga vendet më të mira të botës edhe janë përpunuar në standarde evropiane që duam ta theksojmë. Sot Prince Cafe prodhon për të gjitha shijet tek njerëzve. Ka një lloj-llojshmëri prodhimesh, nisur nga kafeja tradicionale turke, pastaj kemi Nespresso kapsulat, edhe kafen instante, edhe disa lloje të tjera, edhe përshtatet në të gjitha shijet tona, të gjitha preferencat tona. Prince Cafe është më shumë si një markë. Është një eksperiencë që i lidh njerëzit nëpërmjet aromës. Aroma tek ne krijon emocione. Kemi mundësi të lidhemi me njëri tjetrin. E keni parasysh kur kur u futëm ne këtu, nuhatëm direkt kafen, edhe automatikisht në sjellë të memorie të bukura, ose nga fëmëria kur mami e pinte në mëngjes, ose nga nëna, edhe është një eksperiencë, nuk është thjesht një lloj. A i dinit juve që Prince Cafe është available në më shumë se 25 vende në përbot deri në Amerikën e Largët? So, praktikisht, nuk kemi vetëm ne mundësinë të shijojmë Prince Cafe, por edhe shumë njerëz të tjerë. Pse sot jemi këtu në Prince Cafe? Sepse, siç thamë, Prince Cafe është më shumë se një markë, është një përkushtim i madh e shumë njerëzve, është një dedikim, është një arritje për të krijuar diçka shumë unike. Pra ne Prince Cafe gjejmë në çdo vend të mirë të botës që aroma e mirë e kafes kërkohet. Le të pim një kafe që do shqetësohemi nxej. Në kam këto për juve, me shumë dashuri nga Prince Cafe. Edhe do shkojmë aty ku bëhet prodhimi, aty ku bëhet paketimi për të eksploruar pak më tepër. Si mendoni? Shkojmë? Hajde. Vajza, jemi këtu te njësia e prodhimit të Prince Cafe, edhe do bëjmë një sfidë. E demonstrojmë ne njerëz si fillim që të vritemi me njëri tjetrin e pastaj ju mos vriteni, mësoni nga gabimet tona. Atëherë, thelbi është kush e mbush më shpejt kutinë. Sfida sot në Prince Cafe ishte një sfidë interesante. Atëherë unë mendoj të ndajmë për grupe. Okej. Ta hap krahun, se e ke nevojë. Okej, dua të marr brikenë që ta vështirësoj punën me takat. Unë Rushan. Ninën. Irena. Altinën. Ty. Ajnur. Ilira. Ajnur. A jeni gati ju? Unë sfidat i marr shumë seriozisht, po ashtu edhe ai. Them të vërtetën, unë me Sarën kemi diçka, mund të jemi shokët më të ngushtë në botë, por ku bëhet gati për sfidë, jemi të dy njëri kundër tjetrit, armiqet vënë në botë sërish.
Më pëlqeu sfida, ishte sfidë shpejtësie. Absolutisht më kujtoj periudhën e Bigut, gjithë tensionin edhe adrenalinën. Rasa e humbi, nuk është dhe një gjëre. Ajo zakonisht fiton, me thënë vërtetën, por që t'i bëjmë? Po numëroj pra? Hajde numëroj. E im jam mbyllet. Po, edhe sa jam brënda? Kupton, kjo Sa ishte jam shëllimi. brënda? 3, 6, 9, 10, 14, Prej, se të djefte. 20, Jo, 20. 66, Nëna, mos bëhila. Mos shtone me që nga të 25, Rani, 28, 30, 34, 36, Papa, puç, hajda. Tek sfida ime dhe Sara fitova unë, edhe pse ajo nuk e pranon, se nuk mund të çohet paketimi i kafës kështu rrumpall, si mal, se sta blen njëri Sara, këtë kje parasysh. Si mbyllet? Po, nuk mbyllet e imi, po ka më shumë se të Nikos. Niko nda gjithë në rrugë. ishte që kjo të shkoj Ja, shifra? Ja. Ecim disa. Ishte shumë ndjesi e bukur që isha, domethënë kisha si kundërshtar Nikon. Më pëlqeu shumë eksperienca. Shumë sfiduese, shumë nice, u kënaqa. Okej, hapën ekranin edhe ndryshja tjetër. Ishte një ide shumë e mirë, sepse nxiti edhe bashkëpunimin ndërmjet vajzave me njëra tjetrën dhe ishte një moment i bukur mes nesh, le të themi. Më ka me pas në grup Irenën, me cilën nuk e kam shumë raportin e mirë, po gjatë sfidës kena bashkëpunu shumë mirë. Sfida ke shumë argëtuese, edhe na kënaqet shumë, kena marrë kogja seriozisht grupi jonë. Nga grupi im, në fakt, mendova që ndoshta Ilirja mund të ishte pak më avash tek sfida. Nëse kisha mëjtë me zëvendësu prej grupit tjetër, do të ishte Irena më Briken. Actually, it was fun experience because even if we had some misunderstandings and arguments during the show, during the game, I didn't feel any obstacles. Bravo. Vajzat kanë qenë shumë të përkushtuar, edhe nga grupi im, po edhe nga grupi i Nikos, por çaj të bësh që humbën, edhe ne fituam. Goca, ne ishim ekipi që fitoi grupi, lëreni Sarën, çfarë thot Sara. Sara s'di të numëroj o zemër, kishte vënë male aty, ne ishim perfekt. Bravo! Kurundan sana ran.
bukur, ama unë mendoj që pasha janë nevojë. Për pozën shooting jo si kom ra pishman, u kom pak sfiduse, po besoj që kom dalë mirë. Ilire, pse po dridhesh? Unë mendoj që kjo është vetëm sfida, është vetëm fillimi dhe nëse ti vazhdon të dridhesh gjithkohës, mund të ketë sfida akoma më të vështira. Jo, s'ka Po duar të dridhen? Po në shooting më vrena të dridhen. Po Beli të dridhet? Jo. Vitet po të dridhen shumë. Okej. Do bësh një kërcim. Do ta mbyllësh sfidën. E mbyllem. Mbylle. Ka që fletë po dorëzohesh Ilire? Jo, si thash që më dorëzohesh. Jo, se e mbylla. Jo. Sa i përket dorëzimit, nuk jam dorëzu, po vetë se kom kuptu mirë se çka ka thonë ajo, kom mendu që kena përfundu debatin, jo sfidën. Pëlqeu shumë si sfidë, sepse ishte edhe funny, edhe ngacmuese, edhe ishte një gjë e veçantë. Këtë sfidë në fakt e prita shumë mirë, jam e përgatitur që të gjitha sfidat ti mirëpres. You can see the people's behavior. Like for them, it's in a funny way, but it's a tricky thing. It was very interesting to observe their actions, how they pose, how they react when they try to comment their poses, let's say. What are you doing? I want to wear the watch, but it doesn't fit. In another hand. Yes, but it makes it harder for you because I have to laugh if you want me to move. So Okay, exactly. wait. No. We need to do it again. Exactly. We need to do it again. You laugh. I shouldn't laugh, okay? When I laugh, You did. when I laugh, How about it's that? finished. You did. Balbon barot. You lost. No, we're gonna do it again. No, you. Thash t'ja hupi sfidën me një herë Lilit. Se e ndjeva qatësën që kam ja hup sfidën edhe e bona, edhe ja dola. Jemi shumë të fortë, jemi shumë e gjatë, kemi still the same style. And I think that's why we challenge each other. Me që po thoni se çdo pozë shumë nga para është e kopjuar, po e vë kështu. Kur unë bëra një pozë ndryshe nga tjerat, e bëra sepse doja të kapja vëmendjen e vajzave, sepse vajzat po thonin që gjithë po më kopjojnë mua dhe unë vendosa thjesht të bëj një pozë për së mbrapsthi. Thjesht për qenë ndryshe nga vajzat, po gjithsesi poza ishte pak e thjesht për të bërë, po gjithë vajzat po më komplimentonin dhe s'po guxonin, të më ngacmonin, kështu që për mua ishte shumë mirë. E tona, Nina, ka edhe disa goca e tjera, po këto si mundohen mos sjell, nuk është ndryshim. Te asnjëra nuk më shkoi mendje që do më ngacmonin. Se di pse. Tjetër, ka shumë dorën. Mendo diçka tjetër. Kjo ishte se më të bërë me u lëviz, kështu që Po, lëviza sa e tash jeni pa fjalë, dini të thoni me. Arë lëvizje tani. Faleminderit shumë për vëmendjen, jeni. Por në fund, unë ndryshova mendjen për të sfidën edhe u kënaqe.
A t'ju doket apo i mungon vetëm një cigare n'gojë? Në gjokësin? Apo e ke të bërë? He mo, si me ndoni vajza? Kur e dona e bëri gjestin me cigare, nuk është që më të diçka arsyeshme ose ide sakt. Kështu që Altina hupe sfidën se pive cigaren. Vajza, e humbi sfidën. Unë nuk mendoj që e mora rolin e Ninës më bo ngacmuesja e grupit, gjithçka ke spontanisht, e thash edhe më parë, kështu që unë jam vetvetja. Pra, unë mendoj që me konfirmimin që me buzëqeshjen më dha një reagim dhe mendoj që e ka gjoksin e bërë, mendimi im. Jo mendimi im, po e kam të saktë. Jo, thjesht pyetja që nuk duhet ty me të interesua e komandit. Por tani unë dua ta di. Unë mendoj që po është një gjë që kuptohet. Okej, në qovë se kuptohet çfarë bën me ma bo si pyetja. Po unë dua të pyes. Dua të sfidoj. Okej, gjë në si tjetër. Po, për pamjen jemi këtu, a jemi për bukurinë. Për çfarë të them unë tani? Si e ke unazën, Floriri apo bronz? Mendoj që komentet të tëra janë nga xhelozia pak. E ta ajo pjesë nuk mund është me sfidu të heq. Pse? No. Po mendimin tam nuk mund është me sfidu të ajo pjesë atë. Je luzë. Jo, dëgjoj. Mua nuk më intereson, po jemi duke folur për bukurinë natyrale. Nuk ka rëndësi tash, është jo rëndësi natyrale, është çka po do më thotë me këtë sanë. Dua të them atë që mendoj. Okej, vetëm. Ajo po duket shumë natyrale, shumë e bukur. Ku pesha te ato që nuk po duket natyrale? Nëse ti mendon që ajo duket natyrale, nuk e di çfarë mund të mendosh. Jo, atë po duket natyrale as ku do heq. Unë peceki pjesë po duket shumë bukur. Në qëllim të mësonet, është që... Çfarë ke kanë? Nuk e moj, e kam bukë. Jo, shumë mirë, bravo, po tani çfarë pengon, atë pengon diçka, s'besoj që ka ndonjë problem. Pra që sa ti e ke pranuar vetë, duhet bijem dakord që okej, dhe s'është asgjë keq. Unë thjesht të pyeta, isha kurioze të pyeta. Ti e konfirmove, it's okay. Nuk është punë avokatit të gjithave, se nuk u marrë këtu me mbrojt kërkan për pas vetën time. Normal që di unë gjithmonë me mbrojt vetën, po Rushja nuk e di pse ka reagu, se nuk e kom fut ato me reagu për mu. Pare. Në tjera që jemi ngarë që jemi shosha? Në? Në tjera që jemi ngarë. Jo, kush për ju përgjit, a mëni më ka shu që unë e përpolli personalisht, unë përpolli personalisht për mua, për vetën time. Jo për ty, mua për ty nuk po më interesat. Nuk të konsiderojnë që jemi shoqe vetëm se ndajmë dhomën apo... Like reagimin unë e pash, momentin kur dojnë, Albina ju direkt me po sanet këshia, mu bo mund di keq, Altina, Çfarë arsye? Ona? Tu s'ka gjë keqe. E keni ju do ca nuk po më pëlqej. Po, prandaj e momentin kur dojnë, kjo, ose që provokojnë e zonën. Çfarë bëron Altina? Irena, po reagon se unë që konkurentja ma për to, prandaj edhe duhet me thonë diçka do gjona që unë nuk i kam, po unë nuk i kam problem. Mundet me thonë çfarë të dënë ajo. Unë nuk kam asgjë kundër Rushës dhe është Rushja ajo që gjithmonë kur unë flas pret që unë të them diçka dhe ajo të thotë diçka si për meje. When Lily did that, it was actually funny because I was literally sitting on the floor and I took it like a joke. Oh, it's Sweden. So you lose, baby. You smile. I'm sorry, it's fine. Sit down. Kjo sfidë ka shumë interesant. Me gjithë vetën, kam mënu me gjithë vetën në çdo sfidë.
ke knatësi shumë e mirë. Edhe pse jam me sport, but I'm trying. So like this. Vajza, unë mendoj që rrushja është shumë seksi, edhe pse jemi dyja nga qyteti Suarekës dhe një jemi për qytetin ku kemi shumë rrush, edhe ashtu e ka emrin, unë dua ta kërkoj dhe ta shoh a ka dhe shijen e rrushit. Okay. E dona është shumë cute ashtu, ama nuk e prita qatë televizje, po edhe nuk e ndjeva diçka shumë. Diçka mënu ma cute, ma sensuale, po, okej. Nuk po ta kur fa ndjesie, se s'kom pse me pos ndjesia që. Okay guys, we have a new Barbie for sale. She's a bit bigger than normal, but today she's a discount for 50 lek. Kur eliminova Rusha, unë ndjeva shumë e fort, jam shumë me konfidencë. Jam e gatshme të jap gjithmonë maksimumin tim. Mendoj që ishte një sfidë shumë e bukur, pasi ishte me shumë gjurime, ngacmime, kishte edhe sens humori, edhe e kaluam shumë mirë, besoj. Vajza, ne sa po mbyllim sfidën freezing pose, që kur e prezantua u duk si diçka shumë e thjeshtë. Ne kuptuam që nuk ishte e thjeshtë, edhe praktikisht është një sfidë që ka shumë elemente modelingu brenda. Sa e thjeshtë është të mbash një pose për të paktën 1 minutë. Aty u tregojmë, domethënë, sa kontroll kemi ndaj trupit ton, edhe fiks çfarë duam e si e menaxhojmë trupin. Brikena, Lore, të përjashtuarat sfidës për sot, për arsye mungesë korektësie, edhe ankesa. Në botën e modelingut nuk ka ankesa praktikisht, duhet të tregosh profesionalitet, edhe ti jesh korekte. Humbët një sfidë që vajzat mësuan disa gjëra për veten e tyre, morën këshilla, kësaj herë në një mënyrë u fal, sepse humbët vetëm kaq, po nëse kjo gjë akumulohet nga disa njerëz të caktuar, nuk do falet. Okej? Vazhdojmë.